famjet që shihni i përkasin zonës së Gujzi. Zona Gujzi shtrihet në juglinje të qytetit të Shkodrës. Kufizohet nga veriu në qytetin e Shkodrës, verilinja në zonën e Postribës, linja në zonën e Shlaput, jugpërëndimi në zonën e Mjedës, në jug po në zonën e Mjedës, në përëndim në zonën e Bushatit dhe në zonën e Përdisës. Zonën e Gujzi dallojnë 4 tipe relievesh. Relief fushor, relief gjysmë fushor, relief kodrinor dhe relief malor. Në reliefin fushor pajtjes 2 fshatra, fshati Kuq dhe fshati Bukatar. Në reliefin gjysmë fushor pajtjes fshatra Renks, Gurizi, Ljuban, Galjol. Në fshatra malor pajtjes Shëllbina, Mozreko dhe në fshatrat kodrinor Gajtan, Ragan. Fusha Gujzi është me origjinë aluvionale. Dhe më thënë, është depozitim i vazhdueshëm i lumeve. Mali më i lartë është mali i Shëllbinës me majën e tij Shllim, 530 metra me nivelin e letit. Mali i Shëllbinës është në origjinë të shkëmbore, pra gëlqëror. Është vazhdim i vargmaleve të Skënderbeut. Fillon në Kruj, me majët e tia Shpalin, Shytën e Hajmelit, malet e Denjës, dhe ndërpritet këtu nga Lugina Adrenit për të vazhdu me malin e Shëllbinës, ose ndryshe se shkihet në gjeografi, mali Jubanit. Në zonën e Gujzi kalojnë 2 lumej. Lumi Drim, që është edhe lumi më i madh i Shqipërisë, dhe lumi Kir. Njëkohësisht në zonën e Gujzi ndodhet edhe liçeni artificial. Klima e zonës e Gujzi në përgjithësi është klimë mesdhetare, me verë të nxehtë dhe me dimën mesatar. Në zonën e Gujzi, laja Gajtanit, kjo është porta e ngushtë, ka një morë të drejtë dhe të gjatë, gjerësia tij është 3.5 metra dhe lartësia 2.4 metra. I përket periudhës së broncit, dhe më thonë 3.000 vjetë para kohës së re. Materialet e gjetura këtu janë vegla, poqerie, janë me një vegje, janë të shprokurura në formën të ndryshme, dekorative dhe me forma geometrike. Ma rëndësishme që është gjetë në të vend, janë furat për pjekjen e qeramikës. Është tipi të fortifikuar, është pjesa është pjesa në e zhvilluar e kësaj periudhe. Ato janë pati nga qytet. I përket periudhës shekullit të 7 deri shekullit 19. Është periudha në më pak e veçuar në historinë e Shqipërisë. Ato janë disa objekte të kultit. Këtu ndodhen 366 herë, pjesë e tyre janë fondos, janë përduar nga uji, dhe të në pjesë të mbetur sipërfaqe. Shumë menime ose idei pra nga mesa dokumenteve u shfaqen kësaj periudhe. Një pjesë e mirë e historianëve dhe gjuhëtarëve ishin për vazhdimsi e kulturës iliro-shqiptare. Por ishte
dhe nënimet të tjera të cilët mendonin se arbërit janë një fis i ardhën ose kanë përjardhjen prej Trakëve ose prej Albanëve të Kaukazit. Mirë po, kërkimet gjuhësore dhe kërkimet arkeologjike vërtetohen sepse nuk janë pas të varezave të gjetura, pas të materialeve të zbukurimit të gratë, si që ishin hafet në formë tërfili, ose në formë rash, me kryqa, ose ato unasa zbukurimit e të tjera pra këto që vërtetonin vazhdimësitë e kulturës ilire me popujt e arbërit të Mesjetës pra. Ishin qoftë nga forma, qoftë nga mënyra e zbukurimit, këto ishin të ngjashme me veglat e Ilirisë së vonë. Pra këto dokumenta të gjetura nga arkeologët, qoftë në Shurlla, qoftë në Koman, vërtetojnë plotësisht se populli shqiptar është vazhdim i popullit ilir. Gjatë kësaj periudhe u vërtetonën edhe kalimi nga antikiteti ilir në shoqërinë feudale dhe kalimi nga etnosi ilir në ka edhe një banë prapka tjera të si që shtella plumave. Këto janë pamje të nërishme pra në zonës e Kurik Ziri.